ChatGPT i dëmshëm për trurin, të dhënat surprizuese të studimit, të shkëputur plotësisht nga idetë tona dhe të varur nga teknologjia, mos ndoshta e gjitha kjo po na budallaleps, kështu ka ngritur pyetjen një studim i MIT në Boston, a është ChatGPT dëmshëm për trurin? Ky studim ka zbuluar se mënyra se si krijojmë përmbajtje me trurin ton ose mendimin e inteligjencës artificiale që ndryshon thellësisht jo vetëm rezultatin përfundimtar, por edhe mënyrën se si truri jon funksionon. Si ndikon mënyra e punës në trurin ton, grupi që punoi vetëm me kapacitetet e veta mendore, analizoi dhe aktivizoi zona të trurit që lidhen me krijimtarinë, përpunimin e kuptimit dhe vetë monitorimin të gjitha funksione thelbësore për të gjeneruar, planifikuar dhe rishikuar ide. Ndërkohë ata që përdorën Google aktivizuan kryesisht kontekstin oksipital dhe vizual, pra zona që përpunojnë informacioni vizual të marrë nga ekrani. Por më interesante ishte ajo që ndodhi me përdoruesit e ChatGPT. Ata aktivizuan kryesisht zona të trurit lidhura me funksione automatike dhe më pak krijuese, duke u mbështetur në një strukturë të jashtme për të prodhuar përmbajtje. Rezultatet: konformizëm dhe distancim nga përmbajtja. Të dhënat tregojnë se ata që punuan vetëm me trurin e tyre prodhuan punë të ndryshme, të larmishme dhe origjinale, ndërsa ndryshe nga ata që përdorin inteligjencën artificiale, të cilët krijuan tekste të ngjashme dhe thuajse identike me njëri tjetrin. Një fakt ronditës: 83% e pjesëmarrësve që përdorën ChatGPT nuk ishin në gjendje të citojnë asnjë fjali nga puna e tyre vetëm pak minuta pas dorëzimit. Kjo tregon një mungesë të lidhjes emocionale dhe mendore me përmbajtjen, si dhe një përqendrim të tepërt në përsëritjen e informacionit gjeneruar jashtë vetes. Përkundrazi, shumica dërmuese atyre që punuan pa AI ishin në gjendje të kuptonin dhe citonin pjesë të ndryshme të punës së tyre, duke treguar një lidhje më të fortë me përmbajtjen dhe procesin krijues. AI nuk ndihmon në përvetësimin e koncepteve. Përdorimi i AI, thot studimi, i kthen njerëzit në mbledhës të ideve që nuk vlerësojnë vërtet. Kur tekstet u vlerësuan si ese shkollore, algoritmet e inteligjencës artificiale i vlerësuan më lart tekstet e krijuara nga AI. Por vlerësuesit njerëzor i njohin më njëherë këto tekste dhe i vlerësuan më pak. Eksperimenti që nxjerr në pa borxhin kognitiv. Në një fazë të katërt të studimit, grupet u shkëmbyen. Ata që kishin përdorur gjithmonë AI duhet të shkruanin pa ndihmë, ndërsa grupi tjetër mund të përdorte ChatGPT. Rezultatet ishin tronditëse. Grupi i mësuar me AI pati shumë vështirësi për të aktivizuar aftësitë e veta krijuese, duke treguar një borxh kognitiv, pra një mungesë ushtrimi mendor. Vetëm 2 nga 10 persona të këtij grupi ishin në gjendje të kujtonin një element të vetëm nga një tekst i mëparshëm, ndërsa grupi që kishte punuar pa ndihmë pa shkëlqeu në krijimin e përmbajtjes, madje edhe kur përdori ChatGPT. Truri më i plogët nga përdorimi i tepërt i AI. Edhe elektroencefalografia konfirmoi ata që ishin mësuar të mbështeteshin tek AI tregonin një aktivitet më të dobët cerebral kur u lan pa ndihmë. Mendja e tyre dukej më pak kreative, me më pak gjykim, me kujtesë të thellë. Në të kundërt, ata që kishin punuar në mënyrë të pavarur arritën të përforcojnë kapacitetet e tyre duke përdorur AI në mënyrë komplementare. Përfundimi: AI si mjet, jo si mbështetje kryesore. Studimi përmbyllet me një paralajmërim kur njerëzit riprodhojnë pa reflektuar sugjerimet e AI. Ata që ndorën nga përvetësimi i ideve dhe rrezikojnë të përvetësojnë perspektiva të cekta ose të shtremëruara në thelb, bëhen më të manipulueshëm nga propaganda ose interesa të ndryshëm. Ky studim ngre një pikpyetje të madhe për arsimin, universitetin dhe vetë demokracinë. Një shoqëri e lirë e aftë të mendojë dhe të gjykojë në mënyrë të pavarur duhet përdor inteligjencën artificiale vetëm pasi të ketë ushtruar dhe zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme inteligjencën natyrore.